Ne kemi gabuar ndjekjen me imitimin. Neve na merr shumë kohë profeti i Allahut a ka hangur bukë me dorë apo ka përdorur lugën. Sipërfaqësorja. Kjo është domethënë se neve kemi islam folklorik. Ne nuk kemi parimor, ne kemi fasad. Pejgamberi sa ka hangur bukën e ka mbajt komun kështu apo se ka mbajt komun kështu. O vëllai dashur, profeti i Allahut nuk ka thonë me ndjek te buka dhe te veshja. Nuk mundet me qenë veshja e profetit sunnet. Për arsye se veshja e profetit ka qenë e lehtë, e cila ka qenë kompatibil me klimën e Arabisë Saudite. E cila verës, kushtet klimatike, e cila verës mbrin 50 gradë. Çfarë ti bëjmë atij që jeton në polin e veriut, -72. Do jetojmë me galibia atje. Po ngrihen. Po s'ka më pas mundsi profeti i Allahut më thon se atje do të ketë musliman dhe e ke sunet me jetu me galibie. Po i bën padrejtësi. Për këtë Allahu gjithashtu thanë, ndiqeni të dërguarin e Allahut. Jo merrni një model si ka hëngër bukë, si ka flet, çfarë ka biseduar me Aishën. Ata mesazhe çfarë ka biseduar me Aishën, po janë dobishme në jurisprudencën e Islamit kur vendohen rregullat e drejtës familjare. Por jo dhe kur ndërtohet personaliteti i njeriu.